Përshëndetje zoti Hoxha, atëherë Këshilli Drejtues ka marrë aplikimin tuaj, e kemi shqyrtuar me vëmendje qoftë pjesën formale, qoftë edhe pjesën përmbajtësore. Ne jemi vënë në dieni të platformës tuaj të zhvilluese të dorëzuar bashkë me aplikimin. Ju ftoj tani të përdorni 15 minutat kohë në dispozicion për të bërë një përmbledhje të pikave më të forta të kandidaturës tuaj, për sa i përket platformës zhvilluese të radio televizionit publik shqiptar. Më pas do të vazhdojmë me një seancë të shkurtër pyetjesh. Fjala për ju. Të nderuar anëtar të Këshillit Drejtues, sot ndjehemi privilegjuar që jam këtu para jush për të prezantuar misionin dhe vizionin për drejtimin e radio televizionit publik shqiptar. RTS nuk është vetëm një institucion publik, ai është një memorie e asaj çka ne kemi qenë, një dritare e asaj që jemi sot dhe duhet jetë udhëzues drejt ardhmes. Të gjithë e dimë që RTS është pjesë e historisë kombëtare, një institucion që ka informuar, argëtuar dhe edukuar breza të tërë shqiptarësh. Por sot jemi në një botë ku informacioni lëviz më shpejt se drita dhe televizorët kanë më shumë aplikacione se sa telefoni. Është koha të ridimensionojmë RTS-n. Nga një studim evropian së fundmi ka mësuar që mbi 70% e audiencës së re konsumon media vetëm online. RTS-ja ka të gjithë potencialin të shndërrohet në një burim të fuqishëm informacioni për të rinjt, duke ndikuar trendet më të fundit të teknologjisë dhe inovacionit, për të përfshirë të rinjt në këto zhvillime, të krijohen emisione interaktive me përmbajtje informuese, edukuese dhe argëtuese, të përshtatura me realitetin dhe interesat e tyre, që është më e rëndësishmja. Rikthimi i të rinjve tek RTS-ja mund të arrihet edhe duke promovuar modelet më të mira të rinjve, të modeleve të suksesit brenda dhe jashtë vendit, dhe duke krijuar përmbajtje cilësore që i largon ata nga ofertat komerciale të papërshtatshme. Audienca e sotshme është shumë e fragmentarizuar dhe më e rëndësishme është që duhet të rikthejmë besimin tek publiku, që RTS-ja të jetë lider në epokën digjitale. Aktualisht, perceptimi publik për RTS-n, të themi të vërtetën, është pjesërisht negativ, duke u parë si një institucion jo funksional dhe jo efikas. Për këtë arsye, ka nevojë urgjente për transparencë dhe transformim rrënjësor. Ky transformim nuk do të jetë një proces thjesht teknik. Do të jetë një angazhim strategjik për të afruar RTS-n tek audienca, për të rikthyer besimin dhe për ta bërë atë të rëndësishme në jetën e çdo shqiptari kudo që ndodhet. Ky objektiv përfshin krijimin e një hapësire mediatike që u shërben të gjitha grup moshave, pavarësisht përkatësisë gjinore apo besimit. RTS duhet të kthejë besimin dhe lidhjen e fortë me publikun, duke u bërë një institucion model për transparencën, efikasitetin dhe përmbajtjen cilësore. Normalisht lind pyetja si do realizohet ky ndryshim. Për të arritur këtë objektiv që është kryesor, është riorganizimi i strukturës menaxheriale dhe organizative të RTS-s, duke sjellë një platformë strategjike për një transformim modern dhe më e rëndësishmja të jetë i qëndrueshëm për këtë institucion. RTS si një institucion kompleks me më shumë se 1000 punonjës, ka nevojë për struktura menaxheriale që krijojnë ekuilibër mes kreativitetit, kontrollit profesional dhe efikasitetit administrativ. Për këtë qëllim është e domosdoshme ndërtimi një strukture të qëndrueshme moderne menaxheriale, e bazuar në objektiva të qarta, performancë të matshme dhe inovacion të vazhdueshëm. Kjo qasje do të sigurojë që RTS të funksionojë si një institucion model i aftë të përmbush nevojat e epokës digjitale dhe të rrisë besimin tek publiku më e rëndësishmja. Në platformën time kam shprehur qartë edhe më të zhvilluar se një strukturë menaxheriale, matricore, me objektiva dhe me njësi autonome në strukturat e drejtuese të RTS-s, kombinon format më të mira të menaxhimit të përshtatshme me një organizatë si Radio Televizioni Publik Shqiptar. Në këndvështrimin tim dhe me aq sa e njoh edhe nga brenda këtij institucion, pasi kam qenë drejtues i departamentit prodhimit, menjëherë është e nevojshme ngritja e një grupi pune për t'i paraprirë këto
ndryshime. Krijimi në bashkëpunim me Këshillin Drejtues një njësie të fortë strategjike për zhvillimin e brendshëm, i cili përfshin strategji, ristrukturim dhe monitorim performancash. Ky do të jetë truri reformues i RTS-s, i cili nuk do të merret me përditshmërinë teknike, por me pyetje të mëdha ku do të shkojmë, si e masim suksesin, si zgjedhim drejtuesit dhe si investojmë në të ardhmen. Për të realizuar këtë transformim është jetike ngritja e këtij grupi pune të përbërë me ekspert fushës. Është kënaqësi që ky Këshill Drejtues ka profesionistë të dimensioneve të ndryshme që janë një aset i çmuar për të arritur këtë transformim. Me ngritjen e këtij grupi pune, në bashkëpunim me Këshillin Drejtues, të krijohet një komitet ad hoc për reformën, i cili do të krijojë një strategji 3 vjeçare, propozimi një strukture të re administrative për RTS-n, të standardizojë proceset, të koordinojë reformën, të konsolidojë funksionet specifike që janë shumë të rëndësishme në këtë institucion, dhe të rrisë funksionalitetin dhe efikasitetin e çdo njësie, drejtorie apo departamenti në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Është parashikuar që faza e parë të zgjas 1 deri në 2 muaj, fillimisht është i nevojshëm një auditim funksional i brendshëm, që të kuptohet qartë çfarë bën kush, ku ka mbivendosje, ku ka mungesë dhe një analizë e strukturës ekzistuese. Për ta përshtatur sa më mirë për epokën e re të Radio Televizionit Publik Shqiptar, që unë e besoj që ka nisur me këmbë të mbar, që në hapat e parë të Këshillit të Ri Drejtues, transparenca që po përdoret për zgjedhjen e drejtuesve të rinj, për vlerësimin e çdo kandidati, pastaj mbas pjesës strukturës për reformimin, është shumë e rëndësishme, jo vetëm në këndvështrimin tim, po besoj është opinion edhe juaj, amendimi i ligjit dhe statutit të RTS-s. Është një rëndësie të veçantë duke u bazuar në zhvillimet e fundit në këtë institucion. Është e nevojshme të rishikohet ligji, statuti dhe struktura organizative e RTS-s. Qëllimi kryesor i këtij rishikimi duhet jetë shndërrimi i RTS-s në një organizat fleksibël dhe efikase, e aftë të marrë vendime të shpejta për të përgjigjur në mënyrë të përshtatshme kërkesave bashkëkohore. RTS nëpërmjet ligjit të ri duhet të parandalojë ndërhyrjet politike dhe ato tregtare, duke garantuar stabilitet në përballje me ndryshimet politike dhe të drejtuesve, duke mbrojtur profesionistët që janë në këtë vend, duke marrë shkase edhe nga zhvillimet e fundit që kanë ndodhur këtu, kur shumë profesionistë janë larguar, mbi të gjitha kanë shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm për RTS-n me pasojat që po ndodhin me gjyqet, ashtu si edhe unë. Institucioni nëpërmjet ligjit dhe statutit të ri duhet të mbrojë burimet njerëzore si asete të çmuara të këtij institucioni. Por më tepër është jetike të shmangen përplasjet mes Këshillit Drejtues dhe Drejtorisë Përgjithshme, e cila kohët e fundit ka çuar në ndërrimin e 4 drejtorëve dhe shkarkimin në grup të Këshillit Drejtues të mëparshëm. Këto zhvillime kanë ndikuar ndjeshëm në perceptimin negativ të publikut, si të gjithë e dim, kanë krijuar një atmosferë toksike të paprecedent në stafin e Radio Televizionit Publik Shqiptar, që ka ushtruar presion të panevojshëm dhe ka dëmtuar prodhimin dhe krijimtarinë e Radio Televizionit Publik Shqiptar. E them këtë pasi kam ndjeshmëri emocionale për këtë institucion. Kam ardhur këtu për të kontribuar gjithë eksperiencën time mbi 2 dekada në prodhim edhe në krijimtari, për të futur më shumë tek objektivat e përshëndruar për një administrat dinamike, struktura menaxheriale efikase, përmirësimi i cilësisë së transmetimit dhe përmbajtjes programore, po i kaloj për mos marr shumë nga koha. Po kaloj direkt tek prioritetet kryesore, të cilat janë edhe pika ime e fortë, tek prodhimi. Prioritet kryesor është, domethënë që në RTS të kthehet prodhimi i filmit. Është shumë e rëndësishme. RTS-ja unë e njoh mirë pasi në departamentin e prodhimit janë të gjithë kapacitetet që
më shumë se 60% të kostos së një filmi ne kemi në institucion. Unë jam ndjerë i shokuar kur kam ardhur këtu dhe kam parë studio audios, përdore këtu për magazin, ajo është nga më të mirat sound stage audio për të hedhur vokalet, për prodhimin edhe për efektet speciale. Aty ka korridore, profesori më kupton shumë mirë, për të krijuar efekte speciale për zhavor, rër, hapa në dras, nga studiet më të mira në vend, përdore për magazin, apo studiet e tjera që janë ndërtuar me shumë specifika për audion, studiet e radios ose kameralet, si quhen tani, të cilat janë lyer dhe kanë prishur akustikën e studios. Janë disa zhvillime, do më thëmë që duken estetike, por që kanë shkatëruar nga ana teknike studiot. Arkiva është një nga pikat e mia që më dhem shpirti, që dua patjetër që në qoftë se do m'jepet mundësia, do jetë një prioritet kryesor. Arkiva e radio televizionit shqiptare është memoria kombëtare. Ajo është duke degraduar, mbase në shumë pak kohë mund edhe ta humbim atë në qoftë se nuk ndërhyet me njëherë. Madje kam shumë material duke marrë edhe ekspertizë se si mund të bëhet ky proces, mund të avem dispozicion edhe në qoftë se unë nuk do jem i preferuar nga ju, por që është emergjente situata me arkivën, është një humbje shumë e madhe e pakthyeshme në qoftë se nuk fillohet të punohet në atë drejtim. Patjetër, jam i nderuar që këtu është edhe zoti Xhixho, në kohën që zoti Xhixho ka drejtuar departamentin e sportit, kemi pasur Champions League, kemi pasur kampionatin evropian, për herë të parë ne kemi humbur kampionatin evropian në këto vite, kemi humbur edhe botërorin tashmë, që është e turpshme për logon e RTS-s. Këto duhet të rikthehen menjëherë, edhe duhen rritur programet edukative rreth sportit. Mbi të gjitha, një pikë tjetër e fortë e platformës time është edhe bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit, Kulturës dhe Sportit. RTS-ja e ka jetike që të krijojë përmbajtje cilësore për audiencën, sidomos për moshat e reja. Duhet të rikthehet. Unë kam nostalgji, jemi rritur me atë energji që mezi prisnim të fillonte programi tek RTS-ja. E tillë duhet të kthehet RTS-ja, duhet krijuar përmbajtje cilësore në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Unë e kapa në fazën e parë, ishte një iniciativë e Ministrisë së Arsimit kur unë isha drejtor prodhimi, me këmbgulje arritëm që ta përkthenim në një show televiziv për fëmijë, i cili pati një pjesëmarrje të jashtëzakonshme me shkolla nga gjithë Shqipëria, konkurs për gjuhën shqipe, ku të rinjt konkuronin me kuice, me përmbajtje krijuese nga të rinjt, me startupe, mini startupe që do të financoheshin më pas nga ministria. Ka mundësi të jashtëzakonshme me partneritetet që RTS-ja ka, qoftë me EBU-n, qoftë me Qendrën Kombëtare Kinematografike, e cila nuk shfrytëzohet, mund të bëhen bashkëpunime të jashtëzakonshme për prodhimin e filmit, për përmbajtje shumë cilësore. Zoti Hoxha, mund të bëni një përmbledhje të fundit, ose nëse keni mbaruar, mund të lëmë sesionin. Përmbledhje të fundit mund të bëj një prezantim të shkurtër, pasi e nisa direkt edhe në. Unë jam Ermal Hoxha, jam regjisor edhe producent, kam një eksperiencë mbi 2 dekada në prodhimet, e kam nisur me dublimet e filmave për platforma televizive private për më shumë se 15 vite. Jam marrë me prodhime filmike. Është e qartë, ne kemi pasur mundësi të njihemi edhe në CV-n time. Ky kandidim nuk është një qëllim në vetë për të bërë drejtuesi i RTS-s. E konsideroj si mision për të kontribuar dhe Atëherë, kalojmë tek sesioni pyetjeve. Përpara se unë kam të prenotuara disa pyetje, përpara se të kaloj tek kolegët, unë do të bëja një pyetje të thjeshtë fare, i nxitur më shumë nga ajo klima e magazinës që tregove. Ajo gjendje ishte gjatë kohës që ju ishi drejtor prodhimi, apo? Po. Më duket e kanë prishur fare atë, e kanë bërë zyrë. Jo, pyes vetëm ndjenjën tënde. Ishte gjatë kohës që ju ishit drejtor prodhimi. Po, nuk ishte funksionale. Kalojmë tek pyetja e parë. Okej. Vetëm këtë doja të dija, sepse keni qenë drejtor prodhimi, regjisor artistike etj. Çfarë është bërë nga ana juaj?
Atëherë, Më kupton, do të thënë, dua të di karakterin tënd që jo, shkurt. Jo, është ka vlerësoj- qenë magazin, vlerësoj shumë keni pyet. qenë juve drejtor prodhimi kur ajo nuk ka funksionuar. Çfarë keni bërë një gjë që keni guxuar në fundit, sepse edhe ti je një administrator i madh drejtues, duhet një guxim i jashtëzakonshëm. Patjetër, kjo është Nëse e keni bërë këtë gjë, E vlerësoj, shkurt fare, madje- sepse e di besoj keni aksesin për të futur në protokoll dhe do të gjeni patjetër të gjitha kërkesat e mia që janë bërë për investim minimal në infrastrukturën e studiove, por jo vetëm kjo, mbi të gjitha, departamentin e prodhimit unë e kam gjetur në një gjendje si një gjë që funksiononte për inerci. Me njëherë, do më thënë, basi u njoha Jo, të lutem. me strukturën dhe me organizimin, unë kam krijuar për herë të parë në radio televizioni publik, edhe kjo është e matshme, kam krijuar urdhrat e brendshëm për matjen e performancës, për koordinimin e punëve dhe për të ditur se ku është çdo punëtor në çdo moment, sepse ishte një duke vazhduar- departament i madh. Faleminderit, i kaloj është në vijim në fakt. Duke vazhduar, prandaj po Zonja Kita. fjalën i kuptoj ashtu si dhe kolegët përpjekjet tuaja. Ju jeni përpjekur. A keni bërë përpjekje për nxjerrjen e arkivit pikërisht në ato vite, ato realizime, të cilat teknikisht janë të pamundura? A keni bërë ju përpjekje? A keni pyetur, jeni lidhur me ndonjë televizion tjetër të cilët e kanë mundësinë për t'i nxjerrë ato materiale, sepse di që teknikisht është e pamundur. E vlerësoj shumë pyetjen. Në mbledhjet që kemi bërë me drejtuesit, nga drejtori përgjithshëm asaj kohe, ka pasur iniciativa serioze, ka nisur deri diku procesimi i një pjesë të arkivës i atyre që ekzistojnë edhe pajisjet për të lexuar ato kaseta apo shirita që janë, por është e nevojshme që të merret ekspertizë më e thelluar, madje është edhe e kushtueshme. Për këtë kam edhe një zot të veçantë në platformën time për të gjetur financime, sepse është memorie kombëtare dhe meriton gjithë vëmendjen, është një humbje e madhe nëse nuk do arrijmë të ruajmë. Faleminderit, kalojmë tek pyetja tjetër. E ka rezervuar i pari në fakt, është zoti Mirë. Pano Xhixho. Përshëndetje, Përshëndetje. të uroj sukses mirë në garimin tënd. Pikërisht aty ku preke për sportin, doja të bëja edhe unë një pyetje, po më duhet një përgjigje konkrete. Pra, RTSH-ja ka qenë avangard në transmetimin e të drejtave ekskluzive sportive. Konkretisht juve, si do ta ktheni mbrapsh si menaxheri i përgjithshëm i radio televizionit shqiptar? Pra, si do t'i ktheni këto të drejta sportive të jenë pjesë e RTSH-s? Ke menduar ndonjë plan, një projekt në kokën tuaj? Falenderoj. Është humbje e madhe, domethënë për publikun shqiptar që RTSH ka humbur ekskluzivitetet si kampionati evropian, në dinin time edhe kampionatin botëror, që këto janë të pakthyeshme në mendimin tim. Këto duhet të rishikohen edhe në strukturën e re që do krijohet në statutin e ri, janë gjëra që duhet të sankcionohen ligjërisht, që këto janë ekskluzivitete që duhet i takojnë në RTS-s. Besoj që në grupin që do ngrihet, i cili do bëjë atë auditimin funksional të gjithë departamenteve, të gjitha njësive, do jetë shumë frytëdhënës edhe do ta përshtas në mënyrën e duhur çdo departament, njësi apo drejtori. Faleminderit, kaloj fjalën për pyetje zotit Civici. Po kaloj fjalën për pyetje sipas radhës së regjistrimit, ëh? Në rregull. Zoti Hoxha, shumë të shkurtër, duke qenë se keni edhe eksperiencën e prodhimit. Ju mendoni që RTS përsëri po rike konkurrueshmëria në treg me anë të prodhimit vet, pra a mundet që produktet e RTS-s të jenë joshse për të gjithë ata që merren me këtë sektor apo që janë në këtë industri të filmit, festet, të audios, të videos, të gjithë mass media edhe prodhimi i saj. A mundet tjetër të shëja një konkurrent në treg siç janë studiot të tjera prodhimi, apo e kishit vetëm në kontekstin e çfarë mund prodhojë RTS-ja brenda saj? Të falenderoj për pyetjen. Absolutisht RTS i ka të gjitha kapacitetet
që të jetë lider në prodhimin e filmit edhe të programeve me përmbajtje cilësore. Këtë e them me bindje të plot, pasi e njoh prodhimin në detaje edhe duke qenë se jam edhe regjisor. E kam vetëm në kontekstin e prezencës në treg, pra nëse RTS i duhet që të rrisit të ardhurat, siç i duhet, a është ky një drejtim që ju mund ta merrni që RTS të konkurrojnë treg për prodhim? Absolutisht po. Dhe ta ofrojë si infrastrukturë të vetën, jo vetëm për transmetimin e RTS ka prioritetin që ka partneritete me të gjitha institucionet publike, sidomos edhe me Qendrën Kombëtare të Filmit, sidomos edhe me partnerë të tjerë, domethënë platformat europiane, pjesë e EBU-s, ku është edhe Radio Televizioni Publik Shqiptar, edhe ka të gjitha mundësitë me investime minimale. Do të theksoj sepse e kalova nga shpejtësia edhe një pikë tjetër. RTS-ja ka për momentin ka një pamjaftueshmëri studiosh, ambientesh studio prodhimi. Në dijenin time ka në pronësi dhe nga institucionet tjera ateljen në Ishkino Studio, që ka qenë një nga më me standardet, mund të thuhet edhe në rajon për prodhime kinematografike aso kohë. Tani është në pronësi të Radio Televizionit Shqiptar. Me sa di është uzurpuar edhe kanë lënë vetëm një derë të vogël kalimi, po besoj që RTS ka të gjithë forcën që ta çlirojë atë ambient, ta rikonstruktoj edhe të ketë studion më të mirë për prodhimet, për spektaklet edhe për prodhimet kinematografike. Okej, faleminderit. Zoti Budina. Zoti Ermal, të falenderoj një herë për një vizion të qartë, konkret. Je përgjigje, më fakt kisha ndërmend bëja disa pyetje, po me përgjigje që thatë ju ato bien poshtë sepse kam qartë. Unë kam vetëm një çështje në lidhje me statusin. Cila mendoni ju se për ta bërë televizionin shqiptar menaxherial, të shpejt, veproj shpejt në kuptimin tregtar, cila është forma juridike që duhet të ketë, që propozoni ju që duhet të ketë televizioni shqiptar për të arritur këto qëllim? Konkretisht, falenderoj, konkretisht për në lidhje me prodhimet të spektakleve, të përmbajtjeve cilësore, po edhe të statusin juridik. Aktualisht televizioni shqiptar është publik, jo me qëllim fitimi. Çfarë statusi duhet të ketë? Person juridik, jo me qëllim publik, jo me qëllim fitimi. Absolutisht po, por kjo duhet parë, unë nuk kam ekspertizë ligjore në këtë fushë, por gjithsesi mund t'ju kthej një përgjigje që nuk e ka të ndaluar që RTS të diversifikoj burimet financiare, apo të krijojë bashkëpunime të tjera me partnerë Zoti Brau, pyetje Zoti Brau. Sukses Zoti Hoxha, ju falenderoj. Në prezantimin tuaj përmendët përmbajtjet cilësore, jam plotësisht dakord me ju. Pyetja është përmbajtjet cilësore si do të krijohen, me burimet vetëm të RTS-s apo përmes kontratave të jashtme? Pra cili është raporti më i mirë që ju keni menduar? Atëherë, e njoh mirë, falenderoj shumë për pyetjen sepse është shumë thelbësore. E njoh mirë këtë procesin e bashkëprodhimeve dhe besoj që kjo është një pikë që e rëndon jashtëzakonisht shumë RTS-n financiarisht. Mendoj që RTS i ka të gjithë kapacitetet, edhe kjo është edhe një pikë e platformës që do anashkalohen në maksimum kontratat e jashtme. RTS ka kapacitete, ma besoni që ka kapacitete, në qoftë se din të përdoren në mënyrën e dur, në kohën e dur, ashtu si duhet, ka kapacitete që të prodhoj në sasi dhe në cilësi. Këtë e kam të... Okej, faleminderit, Zoti Beci. I fundit. Përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt, shumica e gjërave që do pyesja u zëruan se kishin bënë kryesisht me statusin që u pyet edhe me arkivin dhe me sportin, po duhet të kemi parasysh që ndoshta s'ke djeli, po platformë e mirëfill dhe studimi mirëfill për arkivin është bërë që në vitin 2008. Problemi që ndorë, duke qenë se janë shumë formate të pamundshme për tu konvertuar në teknologjinë që disponon një gjithë vendi jonë, jo vetëm RTS-ja, ka qenë thjesht çështje financimesh dhe parash. Por, unë mendoj që ka ardhur momenti
Sepse duhet kesh parasysh një gjë që digitalizimi i formateve të ecme është bërë. Ka filluar që në 2010-ën edhe në vazhdimsi, pra formatet beta, DiviCam, gjitha këto janë hedhur. Kushtohet problemi celuloid edhe 2 teknologjive tjera që ka pas Ampex dhe Porsche. Kështu që kjo është një gjë që ka të bëjë. Okej, përqendrohemi te pyetja, të lutem. Ju bëhet shumë mirë që e ngritët, dhe duhet të jenë prioritetet e atij që do marrë drejtime me këtë institucioni. Ajo që unë do theksoja në raport me atë që ju e quajtët më shumë të rëndësishme, është që duhen bërë ndryshime në ligj dhe në statut. Unë mendoj pse duhen bërë, sepse sipas konceptit tim, që besoj që e njoh mirë të dyja, ato janë të sankcionuara. Pyetjen, të lutem. Të lutem, fokusohemi te pyetjet, pastaj kjo është hapësirë për kandidatët më shumë se sa për platformat tona. Gabimet janë bërë nga drejtuesit. Çfarë ndryshimesh ligjore pretendon? E vlerësoj shumë pyetjen lidhur me arkivën. Jam në dieni që ka nisur procesi i formateve që ekzistojnë edhe pajisjet e dekodimit të tyre materialeve që janë. Edhe në platformën time e kam shprehur që në bashkëpunim me partnerët e EBU-s mund të krijohen mundësitë që të merren ato pajisje për të dekoduar ato shirita apo ato materiale që janë të pamundura nga RTS-ja. Në eksperiencën time në kompaninë ku kam punuar, kam eksperimentuar në digitalizimin e arkivës të kuvendit. Pyetja ishte mbi cilat janë propozimet e ndryshimeve ligjore. Kështu që fokusohemi te përgjigjet, lutem. Kjo ishte pyetja kryesore. Kjo ishte pyetja kryesore. Kjo është gjithmonë nëse do marr mbështetjen dhe besimin tuaj, por besoj se ka nevojë për ndryshime, pasi ligji është në përplasje midis Këshillit dhe Drejtorisë. Edhe kjo është një mungesë transparence që duhet ripar në këndvështrimin tim, është shumë e nevojshme që të ketë transparencë, pasi ky ligj që është bërë për interesat caktuara të Drejtorisë ose të Këshillit. Të kohës kur është bërë ligji, pasi Okej, faleminderit. Zoti Mula, shumë përplasje të forta Këshill dhe Drejtori. Pse mos ketë transparencë midis Këshillit? Kaloj fjalën për pyetjen zotit Mula. Ermal. Profesor. Të ndëgjova me kënaqësi, shoh tek ti një dashuri dhe respekt për institucionin, gjatë që mu si konservator 45 vjeçar i këtij institucionit më gëzon ky fakt. Tani, si e keni vedin si regjisor dhe si ish drejtor i prodhimit, kur me 1 dhjetor deri me 31 dhjetor spakut 5-6 vitet e fundit, festivalin dhe koncertin e vitit të ri e kanë ba jo njerëz të radio televizorit shqiptar. Për shembull, festivalin o e ka ba topi komplet, me leduole, me ndriçim, me regji, me speaker, me kamera, me gjithë. Dhe ti je detyruar këtu në televizion me aplotsu dëshirën atyre që kanë nevojë edhe për një kamerë ose që kanë nevojë edhe për një stativ. Do thënë, ne kemi kaluar në shërbes në momentin që ti je drejtori i përgjithshëm, si do t'i thush stop këtyre njerëzve që kanë ardhur dhe kanë pushtu institucionit tonë. Respekt. Falenderoj shumë për pyetjen, profesor. Kjo ishte një nga pikat që e anashkalova. RTS-ja, unë si drejtor prodhimi, kur kam qenë në RTS, kam qenë për një periudhë të shkurtër, pasi erdhi drejtori dhe ka nxorë gjithëve në rrugë. Edhe më kanë nxjerrë në rrugë pikërisht në ditën që unë mbylla festivalin folklorik kombëtar të Gjirokastrës, i cili është realizuar me 100% asete të radio televizionit publik shqiptar, dhe për herë të parë është realizuar në një mënyrë të përsosur, që ka pasur jehon në mediat ndërkombëtare. Dhe kjo është një plag që RTS-ja e vuan, gjithmonë kur është momenti që vjen puna për eventet mëdha, RTS-ja i ka regjisorët të përkryer, duke filluar, s'dua të përmend emra, por që ka regjisorë që kanë kapacitetet të bëjnë jo festivalin fund vitit, por edhe evente ndërkombëtare.
apo koncertin e vitit të ri. Okej, Është faleminderit e zoti Hoxha. turpshme që domethënë kjo gjë ka ndodhur në RTS që për evente të caktuara kur vjen puna që punonjësit e këtij institucioni të marrin shpërblimin për punën e tyre dhe të promovohen duke drejtuar spektakle apo koncerte të fundvitit, ata lihen Faleminderit, zoti prandaj Hoxha. nuk kanë pasur motiv. Faleminderit, zoti Hoxha. Do ta theksoj edhe këtë gjë që RTS ka profesionistë të jashtëzakonshëm që i përdorin edhe televizionet tjera, por këtu nuk janë të motivuar dhe nuk janë të mbështetur për të shpërfaqur talentin e tyre. E qartë. Të faleminderit. Atëherë je i lirë. Shumë faleminderit. Ndërkohë që kemi përfunduar vetëm 3 nga 12 dëgjesat publike,